Pas përfundimit të numërimit të votave për Kuksin, SPAK njoftoi këtë të martë se ka nisur hetimet për blerje votash në këtë qark. Hetimet nisën pas referimeve nga policia e Kuksit, ku janë konstatuar një grup personash që kanë premtuar dhe ofruar para për disa qytetar në disa fshatra të Kuksit, duke kërkuar që më 11 maj të votojnë për PSD-n. Mbrëmjen e 10 majit, SPAK dhe policia e Kuksit zhvilluan një operacion në Kukës për të goditur raste të blerjes së votës. Gjatë operacionit u ushtruan kontrolle në banesat e Gazmend dhe Kalosh Peposhit, simpatizant të PSD-s. Një prej tyre, Kalosh Peposhi, 27 vjeç, u arrestua nga policia, ndërsa Gentian Peposhi, kryeplak i fshatit Lusën, është shpallur në kërkim. Gjatë operacionit, efektivët i sekuestruan Kalosh Peposhit, i dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike në Mbretërinë e Bashkuar, rreth 200.000 lek, 500 euro, telefonin dhe makinën. SPAK po vijon hetimet për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë personat të cilët morën para në këmbim të votave të tyre për subjektin politik.